partia jeme është shumica ju në kanë policët e kanë kriju, muj me thonë kështu. Këtë parti? Ekziston vetëm në Gjenevë, sepse kur s'kom dëgju. Mo i kena 3 kandidate në Bern, tani e ndrojnë partinë atë që ku është nacional. Kur ju hi aty në politikë se i kom pas kolegë, tani atë tu ju një mu këty ne tu thonë bani qështo, që to do të me bani qështo, është ma mirë për kejtë. Tani më thana, hajde edhe ti me neve, këshyrme edhe kalova. A kishe besu që kanë me të votu njerëz? Jo. Sa vota i more që fitove? Ma shumë se 10.000 do këtë diçka. Ma shumë se 10.000 vota? Besoj, po... Për këtu, për regional, kanë votu dhe të huaj shumë, po. Ke dalë në fushat? Unë s'kum bo marketing hiç në dëshme ditë. Marketing jo? Hiç. As ke dalë në takim me njerëzit? Hiç. Që që ke fëtë votat lapat njoftë të kanë dana? Po emri, CV-ja, tani njerëzit interesuan, kështë Skender Sali. Pra këtu mundet me të votu dikush pat njoftë veç me të lexu edhe me të kriju i bindje për ty? Po. Edhe fitove pa marketing hiç? Po. E çfarë teme janë të rëndësishme për ty si politikan? Në atë kohë kur ki kandidu, po edhe sot, me çka mirësh mas shumë ti si deputet? Po për mua më e rëndësishme është me pas njerëzit stabilitet financiar edhe sigurimi. Çfarë mendimi ke për policinë në Kosovë, ti si polici i Zvicrës? është është qetër polici. Qa do të thot tjetër polici, vëlla? Ta sigur ju i kanë uniformat krejt. Po qëre, pse tjetër? Ti mundesh me bëjt uniforme, ama i kena principet, studimet, teknikat edhe taktikat të intervenimit janë ndryshe. Këtë ndryshe. Edhe shembull, unë s'pe kritikoj policinë e Kosovës, ama do misione mund me bon shembull ma të rëndësishme. Jo me dorë në kodër Gilanit me radar, me trok, pse i ke gra 47 në 40-ve. Qa me banë këtë rast? Do të me ditë cilat janë prioritetet e policisë. Realisht, policia Kosovës njihet si më e mira gati në Ballkan. Si pas një statistike që kam dëgjuar. Punën e bëjnë të mirë, po kjo që më thuti, është shumë e vërtet të paktën kjo me radar që dalin në kodra, edhe të mundohen me të nëzonë për 2 kilometra më shpejt që je, në lojnë e të dënojnë. Kjo, në fakt, është pak pa lidhje, më shumë se sa pjesa tjetëre ku parkojnë keq, ku vozisin keq. Pra dhe më thonë, në Shqipëri është shumë më kjo se sa në Kosovë. Në këtë aspekt. A mo nejse, kritika jote është vetëm kjo pjesa, apo jo? Tjetër kumë... Ja, shot tjetër pikë. Nuk shet tjetër pikë. Tjetër pikë e në nivel. A mu i mi këshilu?